Trupi i pajeti Bekim Halilait, 29 vjeç, u gjeti varur në një tabelë rrugore në periferit Brukselit muajin e kaluar, një sken kaq makabër sa që kalimtarët menduan fillimisht se ishte një dekor për Halloween, por shumë shpejt merre u kthye në realitet. Bëhej fjalë për një vrasje të vërtet të stilit brutal që prej kohësh shoqëron bandat meksikane të drogës. Halilaj, i cili 8 vite më parë kishte përmbytur qytetin britanik Southampton me kokainë me vlerë 4 milion pound, besohet të jetë ekzekutuar nga rrjeti kriminal që e paguante pas humbjes së një ngarkese të madhe droge. Sipas mediave belga, ai u rrëmbye, u vra dhe më pas u ekspozua në publik si paralajmërim për çdo që guxon t'i dëmtojë. Ekspertët sigurisë dhe kriminologë shqiptar konfirmojnë se kjo ngjarje nuk është një rast i izoluar, por pjesë e një fenomeni më të gjerë kur grupet kriminale shqiptare po adoptojnë teknikat e dhunshme të karteleve meksikan. Profesori i kriminologjisë në Universitetin e Tiranës, Ervin Karamuço, deklaron se grupet shqiptare po trajnohen në shkolla torture të karteleve, vrasës me pagesë, të cilat i shërbejnë tashmë si konsulent në botën e krimit shqiptar. Sipas tij, këto taktika janë kthyer në vegla shumë efektive për të vendosur kontroll, frikë dhe autoritet mbi tregtinë e drogës. Karamuço shton se përfaqësues të grupeve shqiptare, të cilët i quajnë ambasadorë të mafjes, qëndrojnë prej vitesh në Amerikën Latine jo për turizëm, por për të krijuar marrëveshje direkte me kartelet e drogës dhe për të sjellë ekspertizën e tyre në Europë. Shembujt janë të shumtë. Viktimat e bandave shqiptare në Britani janë torturuar, djegur gjallë në makina, u janë hequr thonjt, janë zhdukur pa gjurmë. Rasti i një shqiptari të rrëmbyer në Londrën lindore në vitin 2022, i cili u mbajt peng për 4 ditë dhe u torturua për një borxh të lidhur me shtëpitë e kanabisit, është vetëm një nga shumë që tregon brutalitetin në rritje të këtyre grupeve. Në një rast tjetër, trupi i Agim Hoxhës, një trafikant shqiptar droge, u gjeti djegur në një makinë tip Mercedes në Southampton në vitin 2012. Vrasësi i tij Arben Leshi u dënua me 32 vite burg dhe më pas u transferua në Shqipëri ku në vitin 2023 u qellua për vdekje brenda burgut të Peshinit, një tjetër mesazh mafioz i koduar. Rasti i Halilait është një pikë kulmore në spiralen e dhunës mafioze që po shtrihet nga Amerika Latine në zemër të Europës me metodat e karteleve meksikan tashmë të adoptuar nga rrjetet shqiptare. Vetë gazetari investigativ Ertan Hoxha e përshkruan këtë si një nivel të paprecedent të brutalitetit që tregon deri ku janë të gatshme të shkojnë organizatat kriminale shqiptare për të ruajtur kontrollin dhe frikën. Dhe ndërsa skena të tilla makabre si trupat varur, pjesë trupash në frigorifera apo prerje kokash ishin dikur të rezervuara për Meksikën, sot ato po ndodhin në Bruksel, Londër e Amsterdam, duke e kthyer trafikun e drogës në një luftë të heshtur por të përgjakshme në zemër të Europës.